Në çdo epokë të historisë, njerëzimi ka ndërtuar mure për të mbrojtur pasuritë, pushtetin dhe sekretet. Por ka disa porta që nuk janë thjesht të mbyllura, ato janë lënë të paprekura me qëllim. Porta që askush nuk i ka hapur plotësisht. Porta që ruajnë mistere që mund të ndryshojnë librat e historisë. A janë këto masa sigurie, frikë nga mallkimet, apo diçka që nuk duhet zbuluar? Sot, do të udhëtojmë në 5 vende ku njerëzimi ka ndalur para një dere dhe ka vendosur të mos vazhdojë më tej. Dhoma e pahapur e perandorit të parë të Kinës. Në vitin 1974, disa fermerë pranë qytetit Xi'an po hapnin një pus. Ajo që zbuluan nuk ishte ujë, por fytyra balte që i shikonin nga nën toka. Ishte ushtria prej terrakote, mijëra figura ushtarësh, kuajsh dhe karrocash të ndërtuara për të ruajtur në përjetësi varrin e Qin Shi Huang. Ai ishte njeriu që bashkoi Kinën, standardizoi shkrimin, monedhën dhe filloi ndërtimin e murit të madh. Një sundues obsesiv me pavdeksin. Ai kërkoi eliksire jete. Ironikisht, disa historian besojnë se vdiq nga helmimi me merkur, substancë që ai mendonte se i jepte jetë të përjetshme. Varri i tij ndodhet në kompleksin gjigant të njohur si Mausoleum of Qin Shi Huang, por ja pjesa që trondit. Dhoma qendrore nuk është hapur kurrë. Shkrimet e historianit antik, Sima Qian, përshkruajnë lumenj merkuri që rrjedhin brenda varrit, duke imituar hartën e perandorisë. Testimet moderne kanë zbuluar nivele jashtëzakonisht të larta merkuri në tokën përreth. Shkencëtarët thonë se teknologjia aktuale nuk garanton ruajtjen e objekteve brenda nëse varri hapet. Çdo ndërhyrje mund të shkatërrojë ngjyrat, tekstilet, dokumentet. Pra, porta qëndron e mbyllur. Ndoshta për të mbrojtur historinë, ndoshta për të mbrojtur ne nga ajo që ndodhet brenda. Dhomat sekrete të Taj Mahalit, simboli dashurisë së përjetshme, një monument i ndërtuar nga perandori Mughal, Shah Jahan, për bashkëshorten e tij Mumtaz Mahal. Taj Mahal është një nga ndërtesat më të fotografuara në botë, por miliona vizitor ecin mbi një strukturë që fsheh korridore të mbyllura. Në pjesën e poshtme ekzistojnë disa dhoma të vulosura prej shekujsh. Autoritetet deklarojnë se janë të mbyllura për arsye sigurie dhe stabiliteti arkitekturor. Lagështia nga lumi Yamuna mund të dëmtojë themelet, por kjo nuk ka ndalur teoritë. Disa pretendojnë se struktura mund të jetë ndërtuar mbi një tempull më të vjetër. Të tjerë flasin për dhoma që përmbajnë artefakte të panjohura. E vërteta? Askush jashtë një rrethi shumë të kufizuar nuk e di me siguri çfarë ndodhet brenda atyre hapësirave të errta. Dhe çdo derë mbyllur ushqen imagjinatën. Arkivat e fshehta në zemër të Vatikanit. Në territorin e vogël të Vatican City, ndodhen arkiva që shtrihen në kilometra rafte. Për shekuj me radhë, këto arkiva janë quajtur sekrete. Sot njihen si Arkivat Apostolike të Vatikanit. Brenda ndodhen letra nga mbretër, perandor, dokumente nga periudha e Inkuizicionit, dosje diplomatike dhe dokumente që përfshin figura si Galileo Galilei. Jo çdo gjë është e aksesueshme. Qasja kërkon leje të veçantë akademike. Shumë seksione janë të mbyllura. Kjo ka krijuar një terren perfekt për teori konspirative. A ka dokumente që do të ndryshonin mënyrën si e kuptojmë historinë e krishterimit? A ka të dhëna për ngjarje që nuk janë bërë kurrë publike? Portat ekzistojnë fizikisht, por më e forta është porta burokratike.
derë të mistershme në piramidën e madhe. Piramida e madhe e Gjizës ka zviduar kohën për më shumë se 4500 vjet. E ndërtuar për faraonin Kufu, ajo është një mrekulli inxhinierike që ende nuk kuptohet plotësisht. Në vitet e fundit, teknologjia e skanimit me grimca kozmike ka zbuluar boshllëqe të panjohura brenda strukturës. Në një kanal të ngushtë, u zbulua një derë guri me 2 element bakri. Një robot i vogël arriti të shpojë një vrim të vogël. Pas saj, një tjetër hapësirë dhe një tjetër derë. Asnjë ekspedit nuk ka hyrë plotësisht përtej saj. A është një dhomë funerale e panjohur? Një mekanizëm simbolik? Apo thjesht një element arkitekturor? Porta mbetet atje, e heshtur, e mbyllur. Varri i humbur i Genghis Khanit. Në vitin 1227, pushtuesi legjendar Genghis Khan vdiq gjatë një fushate ushtarake. Ai krijoi perandorinë më të madhe toksore në histori. Sipas kronikave, varrimi i tij u mbajt sekret absolut. Ushtarët që e varrosën vranë çdo që u ndesh në rrugën e funeralit. Më pas, për të fshehur vendodhjen, kaluan kuaj mbi tokë për të zhdukur gjurmët. Disa legjenda thonë se një lum u devijua për të mbuluar hyrjen. Sot, pavarësisht satelitëve, radarëve dhe ekspeditave ndërkombëtare, varri nuk është gjetur. Nëse ekziston një portë fizike, ajo është ende e fshehur nga sytë e botës. Çdo portë e mbyllur përfaqëson kufirin mes dijes dhe misterit. Njerëzimi ka arritur në hënë, ka ndërtuar inteligjencë artificiale, ka eksploruar thellësitë e oqeanit, por ende ndalet para disa dyerve prej guri. Ndoshta sepse frika nga e panjohura është më e fortë se kurioziteti, ose ndoshta sepse disa sekrete janë shumë të mëdha për t'u zbuluar para kohe. Pyetja e vërtet nuk është çfarë fshihet pas këtyre portave. Pyetja është, a jemi gati ta përballojmë të vërtetën nëse ato hapen një ditë? Për më shumë dokumentar historik apo video informuese, ju lutem klikoni butonin subscribe.